Më 3 qershor 2025 Izraeli ndaloi shpërndarjen e ndihmave ushqimore në rripin e Gazës për një ditë të tërë duke përkeqësuar krizën humanitare që ka përfshirë këtë territor të rrethuar. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, të paktën 95 palestinezë janë vrarë dhe 440 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite në 24 orët e fundit. Organizata Gaza Humanitarian Foundation, e mbështetur nga SHBA dhe Izraeli, njoftoi pezullimin e shpërndarjes së ndihmave për shkak të punimeve të rinovimit, riorganizimit dhe përmirësimit të efikasitetit. Megjithatë, ky vendim vjen pas incidentesh të rënda ku 10 palestinezë u vranë teksa prisnin ndihma pranë qendrave të shpërndarjes. Ushtria izraelite ka paralajmëruar civilët palestinezë të mos afrohen në rrugët që çojnë drejt qendrave të ndihmave, duke i shpallur ato si zona lufte. Kjo ka bërë që shumë njerëz të friksohen dhe të shmangin marrjen e ndihmave jetike, duke rritur rrezikun e urisë dhe sëmundjeve. Situata në Gaza është përshkruar nga Kombet e Bashkuara si një nga krizat humanitare më të rënda në botë, me mbi 2 milion njerëz që përballen me mungesë të theksuar ushqimi, ujë dhe kujdesi shëndetësor. Organizatat ndërkombëtare kanë bërë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm dhe për lehtësimin e hyrjes së ndihmave humanitare.